Investimet nga Kosova kanë regjistruar një dyfishim në tremujorin e tretë të këtij viti, sipas të dhënave të Bankës së Shqipërisë. Rezulton se në periudhën korrigu-shtator, në vend janë realizuar investime në vlerën e 90 milionë eurove, duke shënuar një rritje të fortë në krahasim me një tremujor më parë, por edhe me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Investimet nga Kosova në Shqipëri fokusohen në shërbime e tregti, ku po zgjerohen kryesisht në tregtinë me pakicë, në pasuritë e paluajtshme e ndërtim, por edhe në industrim përpunuese. Në vend të dytë vijon të pozicionohet Italia me 48 milionë euro. Ky shtet i ka investime të përqendruara kryesisht në pasuri të paluajtshme dhe energji të rinovueshme. Holanda pozicionohet në vend të tretë me 45 milionë euro, ndërsa Turqia ka zbritur në vendin e katërt me 39 milionë euro në tremujorin e tretë. Edhe nëse bëjmë një krahasim si 9 mujor, përsëri Kosova pozicionohet e para për sa i përket investimeve, duke arritur vlerën 153 milionë euro, ndërkohë në vend të dytë renditet Italia me 137 milionë euro. Shqipëria ka thithur më shumë investime përgjatë këtij viti. Të dhënat zyrtare të Bankës së Shqipërisë tregojnë se në periudhën janar-shtator, totali i investimeve të huaja direkte arriti në mbi 1.2 miliardë euro, duke pësuar një rritje me 4.4% në krahasim me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Ndërkohë, nëse vërejmë të dhënat për periudhën korrik-shtator, rritja është edhe më e fortë. Investimet e huaja direkte kanë kapur vlerën e 449 milionë eurove, duke pësuar një shtesë me 10.6% krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2024. Përqendrimi kryesor është në blerjen e pasurive të paluajtshme, sipas të dhënave të Bankës Qendrore për tremujorin e tretë 2025. Flukset hyrëse ishin të përqendruara kryesisht në pasuri të paluajtshme në 31% të totalit, në ndërmjetësim financiar 16%, hidrokarbure 6% e më pas energjetike e komunikacion. Vetëm për blerjen e pronave rezulton se janë investuar 392 milionë euro ose 123 milionë më tepër se një vit më parë, ndërsa për agjentët imobiliar Shqipëria është një treg me interes për të huajt.